Ndoshta mendon që e ke humb forcën. Njëri kanë herë e kalon një periudhë me vështirësi, me stres, me problem financiar ose pasiguri. Qatë periudhë njëri mendon që e ka humb fuqinë e vet. Po në vërtet fuqia brendshme njeriut nuk humbet kur. Shkak ngarkesës tepër, forca bie në heshtje. Kur mendja ngarkohet tepërt, rindërtimi forcës të brendshme nuk fillon me hap të mëdha apo me mendime dramatike. Fillon atë moment kur e ndalon me luftu me veten. Kur e pranon se ku je, çfarë gjendje sot, pa e gjykuar veten, ajo fuqia është një zjarr i heshtur që rindizet vetëm atëherë kur jep vetes leje të marrësh frym, qetësohesh, të ndalesh dhe dëgjosh zërin të mbrëmshme. Sot mos bë asgjë të mëdha, thjesht riktheu te vetja.